Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Binjakëve. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur binjakë dhe leximi juaj fillon me ta them, kjo javë është një periudhë thellë shkëputje, lirimi nga frika dhe hapja ndaj një rrugës të re që të pret. Jeni një lloj udhkryqi ku disa lidhje disa mendime apo disa zakone nuk po të shërbejnë më. Sigur I ka ardhur fundi. Të pret një fillim I pastër, më I lehtë dhe më I vërtetë. Dhe break the soul contract, do thotë të thyeni atë kontrastin, kontrakt e shpirtit, kontratën e shpirtit, diçka që jeni mësuar ta bëni vazhdimisht. Shikoni, është duke djegur një libër. Do thotë ka lidhje në lidhje marrëdhënie si situata që keni mësuar të jeni në atë gjendje, keni patur në jetë, jeni mëshiruar me to, sikur janë bërë një pjesë përbërëse juaja, por tani sikur kanë mbaruar. Nuk është dështim të dashur binjak të largohesh, është liri. Ke të drejtë të ecësh përpara pa asnjë ndjenjë faji. Nga diçka të lirohesh, ta hedhësh në këtë flakë. Shikoni, është dream disarm dhe çarmatosi frikët. Frika është pengesa kryesore e kësaj jave për ju të dashur binjak. Nëse e lejon t'ju mund ajo frikë, ajo do jetë kufizimi juaj, barjera, dera që nuk do I le të vazhdoni përpara. Por nëse e shikon drejt në sy, absolutisht do jetë liri. Hapet një derë madhe për fuqinë tënde personale. Diçka e re për t'u liruar nga diçka më e vjetër. Shikoni këtu një ndihmë, mund të merrni nga dikush apo të jepni dikujt. Thotë kindness apo mirësia krijon ndryshime. Një gjest I vogël mirësie mund të ndryshojë shumë. Diçka nuk do të thotë që duhet të jetë diçka patjetër shumë e madhe të dashur binjakë për të marrë këtë rrugtim të ri në jetën e juaj. Jo vetëm për të tjerët, kjo mirësi mund të bëhet dhe për veten e tonë. Kjo javë kujton që ndonjëherë fuqia jote është më e madhe qëndron në zemrën tënde. Pra, jo gjithmonë në logjikën edhe ti llogarisim gjërat. Thjesht të sillesh ashtu si ndjen. Pranoje fatin tënd. Rruga jote, accept your destiny. Rruga jote po hapet para teje, edhe pse duket e panjohur. Çdo hap të çon aty ku duhet të jesh. Pra kjo është ajo mosditura. Beso në udhëtimin tënd, sepse gjithçka që ndodh këtë javë është pjesë e fatit tënd. Binjak të dashur, këtë javë është koha të heqësh në dorë nga ajo që ka mbaruar, shterruar, nuk të përfaqëson më. Të lëshosh frikën dhe të hapesh ndaj rrugës që të çon tek vetja jote, tek ajo ku dëshiron të jesh vërtet. Një akt I thjeshtë mirësie dhe besimi tek fati yt do të jap qetësi dhe siguri. Mos harro të dashur që çlirimi I brendshëm është fillimi I udhëtimit tënd të madh. Çfarëdo që të jetë këtu, diçka duhet vërtet lënë dhe pa ndjerë faj të largoheni.